Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Por ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë shumë të thjeshtë, e cila është edhe bukë edhe gjellë. Përgatitet thjesht, pa mbuk i butë, me një shije dhe aromë fantastike. Qëndroni me mua deri në fund të videos ta përgatisim së bashku. Në një enë do vendosim 500 gram miell gruri, një lugë çaji pluhur fryrës ose sod, një lugë çaji krip dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. E them gjithmonë kur përgatis receta të tilla, pasi përzierja është shumë e rëndësishme, lidhja e përbërësve është shumë e rëndësishme në mënyrë që pas pjekjes pluhur fryrësi ose soda mos lëj një shije të hidhur. Do vazhdoj me një vezë, 50 ml vaj ulliri, rreth 300 ml qumësht për të qenë të sigurt për masën e qumshtit. Mund ta shtoni atë pak nga pak, kështu si kam vepruar unë. Kështu do ta shihni me sy masën se sa përthithës është mielli. Vazhdojmë ta shtojmë qumshtin pak nga pak duke e përzier. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë, janë receta të thjeshta, të shpejta me pak përbërës, të cilat unë i përgatis për familjen time. Duke i ndarë me ju, kështu merrni një ide për të rregulluar vaktin e radhës në kuzhinën tuaj. Pasi ka marrë këtë formë, do shtojmë djath, unë kam shtuar djath të shkrirë, domate të thata, janë shumë të shëndetshme, unë i kam përgatitur vetë, por gjenden lehtë edhe në supermarket. I ndajmë në copa dhe ja shtojmë masës, vazhdojmë përzierjen dhe në momentin që masa është gati, e vendosim në tavën e pjekjes. Unë kam shtruar edhe një letër pjekje poshtë tavës dhe vendosim masën që përgatitëm. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të më shkruani në koment. E hapi masën në të gjithë sipërfaqen e tavës. Shtojmë një lugë fara mix sipas dëshirës. Mund të shtoni dhe të preferuarat tuaja dhe pak vaj ulliri në sipërfaqe ose gjalp sipas dëshirës dhe e pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Shikoni pak se çfarë ngjyre ka marrë pas pjekjes, ka një aromë fantastike dhe mund ta konsumoni kështu si është me pak kos ose dhall, shijon kaq shumë. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.